nderuara familje e Dr. Bujar Bukoshit, ish kryeministër i Republikës Kosovës, posaçërisht e nderuara bashkëshorte doktoresha Zana dhe vajzat Oda, Shota, Nita, të nderuar miq e dashamir, koleg e bashkëpunëtor të Dr. Bujarit, të nderuar pranishëm, jemi mbledhur këtu sot bashkë që t'ja japim lam të mirën e fundit Dr. Bujar Bukoshit, kirurgut të shquar, por mbi të gjitha kryeministrit të parë dhe të fundit të Republikës së parë të Kosovës që funksiononte si Republikë për rezistencë. Dr. Bujarin e karakterizonte guximi i paepur dhe atë dashuria e pafund. Si kombinim i këtyre dy virtyteve të tij, ai pranoi detyrën me 12 tetor të vitit 1991 nga presidenti historik Ibrahim Rugova që të jetë kryeministër i Kosovës. Për një dekadë e udhëhoqi qeverinë e Republikës në ekzil, me që rast punoi e kontribuoi aq shumë për ndërkombëtarizimin e çështjes Kosovës, e posaçërisht për të vërtetën e Serbisë në Kosovë si një shtet pushtues, agresor, por edhe shovinist antishqiptar. Shkelja e të drejtave të njerëzit, të drejtave qytetare dhe drejtave kombëtare shqiptarëve të Kosovës filloi që të jehoj në mediat evropiane dhe në kancelarit botërore, duke ju falenderuar në veçanti ish kryeministrit Bujar Bukoshi dhe bashkëpunëtorëve të tij të qeverisë në ekzil. Por Dr. Bujari ishte aktiv edhe në Kosovë, ndonse nuk ndodhej në Kosovë. Arsimin shqip, i cili ishte në balë të rezistencës, asistenca sociale, shëndetësia, mirëmbaheshin nëpërmjet këshillave dhe nën këshillave të financimit që vepronin për ditë anën mban Kosovës në çdo komunë të saj. Ishte kryeministër i jashtëzakonshëm sepse kohrat ishin të tilla, por gjithashtu edhe personaliteti i tij ishte i tillë. Ishte kryeministër i një republike të nënshtruar nga një shtet fqinj, por edhe një populli të panënshtrueshëm. Ishte kryeministër i një shteti pa ushtri, po me mira vullnetar të gatshëm për luftë shëndetare. Ishte kryeministri i një shteti pa kontroll mbi territorin, por me autoritet politik të pakontestueshëm. Ishte kryeministri i një shteti që njihej vetëm nga një shtet tjetër, Republika e Shqipërisë, mirë po që u bë i njohur në mbar botën për qëndresën e vet. Dr. Bujari, ish kryeministri Bukoshi, ka lënë mbresat më të mira të popullit i Kosovës, edhe me shërbimin e tij profesional si mjek, por edhe me devotshmërinë e tij si udhëheqës i ekzekutivit në ekzil. Shkollimin e tij që e nisi në Suharek e në Prizren, e vazhdoi në Beograd dhe e përmbylli në Koblenz dhe në Berlin. Nga një karrierë akademike e profesionale jashtëzakonshme, hoqi dorë për të shërbyer popullit të Kosovës dhe për ta institucionalizuar rezistencën tonë, fillimisht paqësore e më pastaj të armatuese. Ai kishte një detyrë të vështirë, sepse ishte edhe ura lidhse, edhe laura ndarse, 20 midis rezistencës paqësore dhe asaj të armatuese.
Prandaj unë uroj që historian të shumët do të kenë kurreshtje të madhe studimore që të zbardhin vështirësitë dhe rreziqet në për të cilat ka kaluar ish kryeministri Bukoshi dhe qeveria e tij në ekzekutiv. Unë personalisht Dr. Bujarin e kam takuar për herë të parë në jetë në moshën time 10 vjeçare. Ka qenë viti i largët 1985, atëherë kur prindrit e mi patën organizuar një ndej për mjekët që kishin përfunduar me sukses operacionin e babait tim në spitalin e Prishtinës pas shpërthimit të Idhës. Kur nuk e harroj admirimin që kishin prindrit e mi për Dr. Bujarin e doktoreshën Zonën, por njëkohësisht unë kisha edhe një admirim shtesë. Sa fëmijëror, ndoshta edhe kombëtar. Më pëlqenin shumë emrat e këtyre dy doktorëve që prindrit e mi i admironin si profesionistë të shquar shqiptar. Bujar dhe Zonë. Unë do të dëshiroja që edhe prindrit e mi kishin aso emra shqip. Po, isha veç 10 vjeç atë botë. Me Dr. Bujarin, ish kryeministrin e Republikës, jam takuar edhe me 21 janar të vitit 1998 në Bruxelles, kur atje isha bashkë me kryetarin e Unionit Studentor Bujar Dugollin, ndërga që ish kryeministri Bujar Bukoshi, me veturën e tij kishte ardhur nga Boni në Bruxelles për të na mbështetur në kuadër të asaj pranvere studentore që nisi me 1 tetor të vitit 1997. Bujar Bukoshi kontriboj sepse punoj. Dhe pikrish për shkak se aq shumë njerëz kontribuan, punuan e sakrifikuan, sidomos në luftën shkrimtare si dëshmor e martir, ne kemi sot lirin edhe shtetin që e gëzojmë e që duhet të vazhdojmë së bashku të ndërtojmë e të zhvillojmë. Lavdi jetës dhe veprës ish kryeministrit Dr. Bujar Bukoshi, lavdi të gjithë udhëheqësve politik të cilët kontribuan për atë dheun tonë të dashur Republikën e Kosovës. Faleminderit.